Përshëndetje të dashur miq. Sot do të flasim në lidhje me hënën e re, në shenjën e pritjapit, e cila në fakt do të jetë në datë 18 ose 19 në varësi të zonës ku ju ndodheni, për këtë ju mund të kërkoni, por që këto energji janë më potente në datën 18, por sidomos në datën 19. Dhe në fakt energjia e hënës qoftë edhe hënës së plot, qoftë edhe hënës së re, ne kemi folur që mund të zgjatet deri në një javë përpara apo pas. Kështu që mos u shqetësoni dhe nëse për shembull disa nga ritualet ju nuk i kryeni dot në atë ditë fiks, apo nga ana tjetër ju mund të ndjeni të gjitha këto mesazhe përpara apo pas kësaj hëne, pra jo fiks në atë ditë apo përreth asaj periudhe, ndoshta këto mesazhe mund të përkojnë me ju edhe për një muaj më vonë. Por gjithsesi për gjitha këto ju inkurajoj që ju të dëgjoni intuitën tuaj, sepse zëri juaj brendshëm e di cili është mesazhi për ju, intuita juaj ju flet dhe ndjesitë tuaja e dinë se cili është mesazhi për ju që ju ta keni si një farë konfirmimi, jo thjesht si një shpresë e papërmbushur apo nuk e di se çfarë, por thjesht ideja që ju të keni një lloj konfirmimi për një pyetje që ju mund të keni. Dhe shumë bukur ju edhe mund të pyesni në fillim të çdo videoje që ju dëgjoni një pyetje specifike. Dhe do ta biteni që në fakt do ta gjeni përgjigjen. Ndoshta në njërin prej videove që ju do të shikoni atë ditë, apo në një post, në një postim, pra në një libër, diçka që ju lexoni, dikush ju thot diçka, pra ka shumë mënyra se si përgjigja mund të vijë, por do ta biteni se sa direkt ju do ta ndjeni që kjo është përgjigja për ju. Pra, ju thjesht e ndjeni brenda dhe nuk mund t'ju a shpjegoj, ju duhet ta përjetoni, prandaj ju inkurajoj që ju ta provoni një herë. Për të gjithë ju që e dini, si fillim do të ndalemi tek leximi i energjisë, më pas do të ndalemi tek mesazhet për secilën prej shenjave dhe më pas tek disa prej ritualeve që unë dëgjova për të gjithë ju që preferoni të punoni me to. Okej, më duhet ta pranoj që pas kësaj hëne të plot që ne kaluam në gafore, që ishte tejet intensive, emocionale, në kulm dhe që ndoshta ju mund ta keni ndjerë që keni patur shumë emocione, mund të keni patur emocione intensive si për shembull pikëllim apo ankth apo mërzi apo zhgënjim. Të gjitha këto mund të kenë dalë në sipërfaqe dhe ishte një thritje për gjithë ne që ne të punonim me këto emocione dhe të çlironim dhe të kalonim, domethënë duke i çliruar gjitha këto emocione, tani më ne të fillojmë këtë vit nga një faqe e re, si të thuash, dhe të aktualizohemi apo të gëzohemi në realitetin ton të ri. Sepse pikërisht kjo hënë e re është mundësia që ne të gëzohemi në këtë realitet, që ne kemi manifestuar, që ne duam të jemi dhe të jetojmë, apo personi që ne duam të jemi. Pra, gjitha kjo është një temë e ndryshimit të identitetit, një rinovim, si të thuash, i identitetit, një updatim i të gjithë sistemit ton, një updatim i, për shembull, çfarë ne duam të veshim, të konsumojmë, të bëjmë në jetë, rituali që duam të performojmë, ndoshta rutina jo ndryshon komplet këtë vit dhe ne thamë në leximin e energjisë të vitit 2025 dhe 2026 që ky vit, në këtë vit ju mund të njihni një vete të re të vetes suaj, një personalitet të ri, një karakter të ri. Dhe ju të filloni të jetoni një jetë ndryshe. Ndoshta preferoni të bëni gjëra ndryshe që nuk i keni menduar se do t'i bëni ndonjëherë më përpara. Dhe gjitha këto janë pasojë e këtyre energjive që na inkurajojnë ne të marrim këto risqe dhe të risqe pozitive në këtë sens, sepse ne jemi duke u përmirësuar, por që është e frikshme, sepse ne e dimë që mendja dhe sistemi jonë është organizuar në mënyrë të tillë që ta alarmohet në momentin që ne dalim jashtë komfort zonit ton. Kështu që në momentin që ndodh kjo gjë, ndiset një alarm dhe duket si rrezik, por në fakt është një rrezik i mirë sepse ne po dalim përtej kufive dhe po zgjerohemi dhe po zhvillohemi dhe po bëhemi versioni më i mirë vetes son. Dhe për të gjitha këto duhet shumë kurajo, duhet guxim dhe mbi të gjitha besim. Besimi është kryesori në gjithë të historisë, sepse nëse ne nuk kemi këtë besim, ndoshta edhe tek diçka që ne nuk e shohim aktualisht, ne nuk mund ta bënim dot këtë.
Dhe sigurisht që shumë prej nesh edhe mund të bien mbrapa dhe mund të thonë jo nuk dua ta bëj dhe mund të tërhiqen dhe të mos ta marrin riskun dhe sigurisht që ka një vullnet të lirë për gjithëkënd dhe është mos i respektueshëm dhe nuk keni pse as ta gjykoni veten as dikush tjetër t'ju gjykoj ju. Por gjithsesi duhet të keni parasysh që për çdo veprim ne kemi pasoja, për çdo vendim që ne marrim duhet të mbajmë përgjegjësitë për atë vendim dhe të mos tentojmë që t'ia kalojmë të tjerëve. Dhe kështu do të jemi shumë herë më të lumtur me çdo lloj vendimi që ne marrim, nuk ka rëndësi, sepse të gjitha rrugët janë të bukura. Dhe gjithashtu lidhet shumë edhe tema e të lëshuarit të pritshmërive. Është një temë vërtet shumë e vështirë. Se si ne mund të çlirojmë pritshmëritë, se si ne mund të besojmë në diçka e padukshme, se si ne për shembull gjithë këtë manifestim, sepse po ta marrim holl, ne vizualizojmë veten tonë në këtë lloj realiteti që ne duam dhe e shohim veten ashtu siç ne duam të jemi. Në fakt ekziston kjo vetja jonë dhe ky realitet diku, përderisa ne po e shohim dhe po e ndjejmë. Por për momentin mund të duket si e paprekshme dhe mund të duket shumë larg si të thuash. Por në momentin që ne lëshojmë pritshmëritë në lidhje me kohën se kur ne duam që ky manifestim të vi dhe vetëm punojmë, pra kjo na fton ne që ta aktualizojmë këtu dhe tani dhe të bëhemi ky person këtu dhe tani dhe të fillojmë me gjëra të vogla duke filluar për shembull çfarë do të vishte ky person, ne ta veshim. Çfarë do të bënte, si do të fliste, ne ta bëjmë. Dhe mund të jetë shumë e vështirë në fillim, mund të kërkojmë ndoshta pakës kohë, që është relative për secilin prej nesh, por është një fillim i mbar. Dhe pa pritur dhe pa kuptuar, ju do ta gjeni veten këtë vit në këtë realitet dhe si ky person. Ndoshta koha nuk do të jetë e njëjtë me atë kohë që ju menduat se do të ishit, pra ju mund të mendoni se do të ishit në janar, por ndoshta ju jeni në prill. Dhe nuk ka problem koha, në momentin që ju e keni, do të kuptoni që s'ka rëndësi pse vonoi, sepse ju do të jeni kaq të lumtur që tani më e keni dhe jeni ky person. Dhe për të gjitha këto, që ne të aktualizohemi në këtë personalitet të ri, që ne të aktualizohemi në këtë realitet të ri, ne duhet që të jemi më të tokëzuar. Dhe edhe ritualet në fund kanë të bëjnë pothuajse me ritualet tokëzimi, kështu që nëse dëshironi mund t'i dëgjoni dhe shumë gjëra të papritura do të vinë. Në fakt, ne këtë muaj kemi kaluar 2 portale shumë të rëndësishme. Ishte portali 111, 1 janar pra, dhe portali 11 janar që formonte një 4 nisha, sepse shumatoria e këtij viti, nëse mbledhim në aspektin e numerologjisë, nëse mbledhim të gjithë numrat, do të përftojmë një 10, e cila në fakt në numerologji numërohet ose cilësohet si 1. Kështu që formohet një 4 nisha, që lidhet me shumë gjëra si për shembull shpërblime, ndoshta kalimin te ky realitet i ri për ju. Dhe këto janë gjëra shumë të papritura dhe janë dëshirat e zemrës suaj që ju keni kohë që i keni. Pra ne në këtë vit e nisëm me një fillim të mbar duke kaluar në këtë realitet. Por do pakës kohë sa të e keni parasysh, po më vjen ndërmend tani një shembull si një avion që futet në territoret të huaja, por është ende këtu lart, pra është ende duke fluturuar. Por ama është në këto territore të huaja. Ka dalë jashtë vendit të vet dhe ka shkuar në një territor, në një zonë të huaj. Kështu që në këtë moment është ende këtu lart. E vetme gjë që i ngelet është të tokëzohet, pra të ulet dhe të aktualizohet në këtë realitet. Kjo që po ndodh me ne. Se ky është shembulli më i mirë që mund ta shpjegoja. Pra, kur flasim për tokëzimin, kemi të bëjmë me faktin se si ne mund të aktualizohemi në këtë realitet që ne duam të jemi, në këtë tokë të re që ne kemi kaluar. Dhe ndoshta ishte i frikshëm ky udhtim, por s'kishte asgjë për të shqetësuar, sepse kaloi i sigurt, ishin ca turbulenca, por që ne duke besuar tek piloti, pra që është universi, që ne po bashkëpunojmë dhe po udhtojmë së bashku me të, duke besuar tek ky pilot, që për ju mund të jetë Zoti dhe sido që ju ta titulloni, ai është master në punën që bën dhe ne i besojmë verbërisht, dhe kështu që ne kaluam edhe në për këto turbulenca që mund të jenë lëkundje emocionale, lëkundje besimi, sepse ndodh, ne nuk mund të jemi gjithkohës, sado që shpresat e së fundit thonë, por që ne nuk mund të jemi gjithkohës në një besim të verbër. Ka ditë që ne thjesht duam të heqim dorë, ka ditë që ne thjesht mendojmë që gjithçka që po bëjmë është e kotë. Por gjithnjë
vjen një lloj motivimi tjetër, vjen një lloj shprese dhe një lloj drite e vogël që ne përsëri kapemi pasaj dhe duke besuar ne gjithnjë tokëzohemi pra atje ku ne duam, nëse ne nuk heqim dorë, sepse shumë bukur mund të ndodhë që të heqim dorë, por nuk mendoj se do të ndodhë, sepse gjithnjë në momentet përpara se ne të heqim dorë, ndodh diçka ose ne thjesht e marrim atë manifestim dhe ne nuk heqim dorë. Kështu që jo më ka thonë që shpresat dhe se fundi, sepse kjo nuk ndodh asnjëherë. Gjithashtu, ky shembull na lidh me një mesazh shumë të bukur tjetër që nga këto luhatje dhe ndjesi që ju ndjeni sikur s'keni bazament, pra keni qenë në ajër, keni qenë duke fluturuar për në këtë realitet të ri, ju tani më do të tokëzoheni dhe do të ndiheni të sigurt dhe plot stabilitet. Pra në këtë vit dhe duke filluar nga muaji tjetër ndoshta, ju do të filloni të ndjeni më shumë ndjesi stabiliteti, sigurie, qoftë ky stabilitet financiar, qoftë ky stabilitet në marrëdhënie, në familje, në jetën tuaj në përgjithësi apo në shëndet. Sepse në fakt dhe në gjatë hënës së plot, ne mund të kemi të çliruar emocione që kishin të bënin me për shembull emocione pikëllimi në marrëdhënie specifike, apo emocione zhgënjimi përse nuk kemi aty ku duam, apo emocione mungese, qoftë mungesë dashurie, mungesë përkushtimi, mungesë të ardhurash dhe financash. Dhe të gjitha këto krijuan vend që ne tani më të kemi gjithçka që ne duam. Dhe në fakt ky vit është shumë vit që gjërat do të lëvizin shpejt, mund të keni mundësi të papritura, mos i thoni jo. Është viti që ju të thoni vetëm po, dhe është viti që të takoni dhe njerëzit që ju nuk e mendoni se mund të dalë diçka aty, sepse ata mund t'ju takojnë me një tjetër dhe kështu me radhë, dhe gjithçka do të shikoni që shumë shpejt do të ndodhë si një efekt domino dhe ju do ta gjeni veten aty ku ju donit, në mënyra nga më të çuditshmet që ju se menduat kurrë këtë rrugë, dhe me mundësi nga më të çuditshmet. Kështu që ky është dhe një mesazh specifik, shumë specifik që unë dëgjova për dikë që mos hiqin dorë tani, sepse mrekullit ndodhin, ekzistojnë dhe ndodhin për ata që besojnë. Kështu që nëse ju dëshironi vërtet të shikoni një mrekulli, mos hiqni dorë asnjëherë dhe ajo do të ndodhë, dhe ndodh çdo ditë, ndodh kudo rreth nesh, ka mrekulli nga më të ndryshme që ndodhin në çdo moment. Dhe një mesazh i fundit përpara se të kalojmë tek shenjat është që të dëgjoni ëndrat tuaja përgjatë kësaj hëne të plot, hëne të re. Sepse do të keni mesazhe edhe nëpërmjet ëndrave tuaja, dhe nëse ju pyesni përpara se të flini për një qartësi, për të kuptuar diçka, nëse është koha dhe momenti i duhur, gjithnjë do ta merrni, edhe nëpërmjet ëndrave, por edhe nëpërmjet shenjave të tjera. Përsëri lidhemi tek mesazhet që çlironi pritshmëri dhe mendimi se si ju doni që të vinë. Okej, ju mund të fiksoheni dhe të fokusoheni aty, por nëse ju çlironi pritshmëritë, lejoni që ky mesazh të vijë më shpejt, sepse mund të vijë në forma të tjera, jo pikërisht ashtu siç ju e donit. Gjithsesi është në dorën tuaj. Duke kaluar tani tek shenjat. Në lidhje me dashin. Për ju ndjej që ju do të keni lidhje të reja dhe mundësi të reja bashkëpunimi, por në aspektin pra të takoni njerëz të rinj dhe të jeni në midise të reja ku juve ju duhet të dini pak jashtë komfortzonit tuaj në lidhje me pjesën që të njihni njerëz të rinj. Sepse si fillim është shumë e vështirë, si fillim ka këto barierat që ne duhet të shkrim makullin për të folur me të tjerët, por natyra juaj është shumë sociale ndonjëherë, kështu që e di që mund të keni qenë në strofkun tuaj për shumë kohë, por në momentin që ju gjeni disa njerëz të mirë dhe miq të mirë, ju menjëherë filloni dhe nxjerrni atë natyrën tuaj të zjarrt, si të thuash, apo natyrën tuaj që ju jeni njerëz social, pozitiv, dhe jam e bindur që çdo gjë do të shkojë shumë mirë. Kështu që thjesht e vetmja që ju mund të bëni është thjesht të merrni këtë iniciativën që po, të dilni dhe të thoni po, dhe kaq. Gjërat e tjera e di që do të shkojnë më së miri. Në lidhje me temin, për ju kjo hënë e re lidhet me pjesën e karrierës, që ju mund të filloni dhe të keni dëshirë për një karrierë të re apo rritje në karrierën tuaj, dhe kur them karrierë, çfarë do lloj profesioni që ju keni.
mund të jetë një rritje çfarëdoshme, por mund të jetë thjesht edhe kjo lidhja që ju të keni më shumë lidhje dhe të ndjeni mirë në profesionin tuaj. Pra edhe kjo mund të quhet një rritje sepse është një përmirësim në këtë fushë që ju jo vetëm që po shpërbleheni monetarisht, jo vetëm që keni një profesion që e pëlqeni, por ndjeni të përmbushur prej tij që ju duket sikur po përmbushni një farë detyre, misioni, po bëni mirë ndaj njerëzimit, apo qoftë po ndihmoni familjen tuaj nëpërmjet saj. Dhe kjo ju bën të ndjeni mirënjohës. Në lidhje me binjakët, për ju dëgjova specifikisht që ju keni dëshirë të studioni diçka të re. Dhe ne për të studiuar diçka të re, nuk kemi pse të mendojmë që as jemi shumë të vegjël, as jemi shumë të mëdhenj, as që jemi para kohe, as që na ka ikur koha. Ne jemi në kohën dhe në momentin e duhur. Dhe në momentin ideal që kjo ideja ne na lindi në mendjen tonë dhe në qenien tonë që ne duam ta ndjekim, dhe ishte për një arsye. Jo më kot ju e patët atë ide dhe nuk patët një tjetër, dhe jo më kot e patët ju dhe jo dikush tjetër. Kështu që mos lejoni të gjitha këto dyshime dhe të gjitha këto besime dhe ndoshta të skaluarës dhe egon tuaj apo mendjen tuaj që do të rrinë në komfort, që të ndaloj të ndiqni ëndrat tuaja dhe të bëni diçka të re, sepse nëse ju vërtet e doni, nuk ka rëndësi se sa të ngarkuar mendoni se jeni. Gjithnjë do ta gjeni kohën për atë që doni dhe gjithnjë, nëse është e thënë për ju, do të krijohet një rrugë aty ku ka patur vetëm mure. Një derë do të hapet për ju. Kjo është një shprehje shumë e bukur që më ka ngelur në ndërmend e kam lexuar në një libër, mos gaboj, që nëse ne vërtet e duam diçka dhe është diçka që zemra jonë e do dhe është diçka që është destinuar për ne, është një ide që është mbjellë në mendjen tonë për një arsye, atëherë universi do të hap dyer aty ku ka vetëm mure. Dhe këtë duhet ta kem lexuar tek libri sekreti, tani që po e mendoj, nuk është se e citova fiks siç ishte dhe ndjes edhe për faktin që nuk citova se kush e ka thënë, sepse për momentin jam pak keq me emrat, nuk i mbaj mend emrat, mbaj mend shprehjen më shumë se sa emrin, por që ju mund ta lexoni sekretin me që po më vjen ndërmend, është një libër shumë i bukur, unë e kam lexuar para shumë vitesh, në adoleshencën time dhe vërtet më ka ndihmuar shumë në periudha të vështira të jetës sime, kështu që për gjithë ju që ndjeni të udhëzuar, ju a sugjeroj si libër. Në lidhje me gafore. Për ju lidhet fakti që ne kaluam të hënën e plot në gafore dhe ju mund të keni patur disa emocione intensive në aspektin e financave, që ju s'keni ndoshta aq sa ju dëshironi të keni, sepse ju mund të keni mjaftueshëm për momentin për të plotësuar nevojat tuaja. Por ju doni të jeni diku tjetër, doni të keni një lloj stabiliteti më shumë, ndoshta stabilitet financiar, ndoshta të keni më shumë sepse dëshironi të zgjeroni, të shtojni në familje, apo thjesht të plotësoni dhe 2-3 nevoja më shumë, pse jo, apo të bëni 2-3 udhëtime më shumë, sepse okay, nevojat po i plotësojmë, por që të krijojmë dhe pakës kohë për t'i bërë qefin vetes, si thuash. Kështu që për ju kjo do të jetë një lloj ndryshimi në aspektin financiar, për ju kjo hënë e re do të sjellë shumë ndryshime në momentin që ju keni përjetuar emocionet që kjo hënë e plot ju ka thritur të përjetoni. Në momentin që i keni neglizhuar, ju përsëri duhet i përpunoni këto, ndoshta mund të jenë trauma të skaluar, ndoshta mund të jenë thjesht besime apo mentalitet mungese për të cilin ju thjesht ju duhet të punoni pakës, sepse në atë moment që ju t'i dëshironi të gjitha këto, atëherë do të vijë gjithçka që ju dëshironi. Dhe ndoshta prandaj nuk ka ardhur deri më tani. Sepse ne duhet kemi parasysh që ne tërheqim me vibrim dhe ne duhet të bëhemi ajo që ne duam të kemi. Dhe e di se mund të duket pakës e vështirë, ose kjo pjesa e durimit, ose pjesa që ju duhet besoni diçka që nuk ekziston, dhe ndoshta shumica e njerëzve heqin dorë. Por në momentin që ne nuk keshim dorë dhe jemi kokfort në këtë faktin që ne jemi ky që duam të jemi, ne kemi këto që ne duam të kemi, dhe ndoshta punojmë energjetikisht, sepse ne mund ta shohim veten tonë këtu, por ne jemi këtu, por ne e shohim veten tonë. Dhe ne punojmë energjetikisht që ne të shkojmë aty dhe të takojmë veten tonë në këtë lloj niveli. Dhe në atë moment gjithçka vjen
është aty, nuk ka pse të vi, pra është në atë moment këtu dhe tani dhe në këtë moment ku ne jemi. Por është thjesht çështje vibrimi. Nuk është se ne duhet të ngjisim ca shkallë fizikisht për të shkuar aty. Është çështje që të ngjisim shkallët energjetike, që ne të jemi ky vibrim, që ne të jemi meç me këtë që ne duam. Kjo është e gjitha, pra. Në lidhje me Luanin, ju mund të takoni shpirtin tuaj binjak, nëse jeni single, ose mund të shëroni lidhjen tuaj nëse keni probleme në marrëdhënie. Pra nëse keni probleme, dhe çdo problem që ne hasim në marrëdhënie, duhet të kuptoni që ka një mësim aty. Pra nëse ne kemi një marrëdhënie me një X person, dhe kjo mund të jetë marrëdhënie platonike apo romantike, apo familjare, pra çfarë do lloj. Nëse ne kemi një lloj sfide, si të thuash, apo diçka që ne shohim që përsëritet, ne gjithmonë acarohemi për X gjë, ne gjithmonë mërzitemi për kur personi tjetër na thot këtë gjë. Dhe duhet thjesht ta kuptoni që kjo është si një ripërsëritje, si një cikël, sepse ju duhet të mësoni këtë mësim që ky cikël të prishet. Thjesht ta kuptoni që këtu ka një cikël që ripërsëritet i një mësimi specifik, qoftë ky mësim për shembull, si ju të mund të komunikoni më qartë me partnerin tuaj, si ju të mund të komunikoni nevojat tuaja, ndoshta ju doni të ndjeni më të vlerësuar apo të vlerësuara, por ju nuk e keni sqaruar këtë gjë. Ne kemi folur që në momentin që ne, ekziston kjo lidhje telepatike, ne mund ta kuptojmë njëri tjetrin. Por në momentin që kjo lidhje nuk ekziston dhe ndoshta nuk ekziston, por ne nuk kemi të hapur ndaj saj apo si jemi gati për të, atëherë e vetmja mënyrë që ne mund ta kuptojmë çfarë partneri jon apo partnerja jon do, është nëpërmjet komunikimit. Pra si mund ta kuptoj, për shembull, në dyqan dikush se çfarë ju doni të blini, nëse ju nuk ja thoni. Në të ardhmen sigurisht mund të funksionojë kjo që telepatikisht ne mund të komunikojmë, ndoshta s'kemi nevojë të blejmë gjë fare. Shumë gjëra mund të jenë shumë ndryshe. Por këtu dhe tani, në momentin që ne nuk e kemi këtë shis kaq të zhvilluar, ndoshta shumica prej nesh, por jemi duke zhvilluar. Çfarë mund të bëjmë? Komunikimi është çelësi. Nuk ka rrugë tjetër. Kështu që për momentin, ose thjesht në këtë lloj faze, sepse ndryshe ju do të haseni me zhgënjim dhe nuk është faji as i juaj as i personit tjetër që ju zhgënjyet. Është thjesht çështja që ka një lloj nuk e kuptojnë, ose ndoshta thjesht ju duhet që të mësoni të vendosni kufi të caktuar, ju duhet të mësoni të flisni për veten tuaj, ju duhet të mësoni të qëndroni me këmbët tuaja dhe të mbrojni të vërtetën tuaj. Të gjitha këto janë disa mësime që po më vinë ndërmend tani. Në lidhje me Virgjëreshën, ju do të keni një ndryshim apo një stabilitet në aspektin e shëndetit, në aspektin e rutinës suaj, jetesës suaj, mund të ndryshoj jetesa juaj, mund të filloni të merreni me një sport apo thjesht të ecni, të bëni diçka që ju lëviz trupin tuaj dhe dëgjova specifikisht që sistemi juaj nervor do të qetësohet. Nuk e di se çfarë ju keni kaluar, mund të keni kaluar periudha stresante, mund të keni kaluar periudha të vështira emocionale, sidomos pas kësaj jone të plot, ose thjesht në përgjithësi keni qenë të stresuar vazhdimisht, të stresuar në punë, ndoshta. Dhe ajo që dëgjova është që nuk e di se çfarë do ndodh këtë vit, këtë nuk e di. Thjesht ndoshta një ndryshim i jetesës suaj, ndryshim i rutinës, thjesht ky sport që ju bën të çironi këto emocione, të filloni të kërceni, diçka do ndodh që ju të jeni më të qetë. Sistemi juaj të qetësohet. Dhe për këtë ju sugjeroj dhe shumë jogën, nëse ju jeni pro saj, është shumë e mirë për t'ju balancuar emocionet, për t'ju çliruar emocionet, por qoftë edhe kërcimi, sigurisht që ndihmon në zgjerimin e emocioneve. Në lidhje me Peshoren, ju do të keni një fillim të ri në aspektin e lidhjeve tuaja, por edhe në aspektin e financave. Dhe për ju dëgjova këtë mesazhin që ju do të përjetoni një rilindje dhe ju do të dukeni si të rinj, apo do të si një person i ri, apo dikush i ri, një personalitet i ri. Jo dhe aq ndryshe nga sa keni qenë, pra esenca juaj do të jetë e njëjtë, por mund të ndryshojë mënyra si visheni, si silleni dhe
shumë gjëra që do t'jenë për mirë sigurisht. Kjo mund të bëjë që ju t'jeni më konfident në veten tuaj dhe sigurisht të dilni jashtë dhe të fitoni vendin e punës që ndërroni apo thjesht të përmirësoheni në punën tuaj dhe të merrni më shumë merita, por gjithashtu t'jeni më pronë ndaj lidhjeve të reja nëse ju nuk jeni në një lidhje. Ose nga ana tjetër të vlerësoheni më shumë nga partneri apo nga partnerja, sepse gjithkush që merret me veten dhe është konfident dhe sigurisht që e vlerëson veten e vet, do të marrë këtë vlerësim të reflektuar në çdo lloj fushë të jetës. Në lidhje me akrepin, ju mund të keni kaluar apo mund të kaloni, mund të jeni duke kaluar apo në vlimësi. Ndoshta jeni duke punuar në lidhje me fëmijën tuaj të vogël, fëmijën tuaj të brendshëm, që lidhet pra me fëmijërinë tuaj. Pra mund të jeni duke shëruar traumat së kaluarës, mund të jeni duke, sepse kanë dalë sipërfaqe tani më, që mund të jenë për shembull frika e abandonimit, frika e të qenurit vetëm, frika nga më të ndryshmet, apo thjesht mentalitet, mindset mungese, mindset nga më të ndryshmet që mund të keni patur, sepse kjo është për të gjithë dhe nuk është diçka shumë specifike. Por ideja është që me ju lidhet shembulli i avionit, që tani më ju jeni duke u ulur, duke u toksuar, duke ulur në këtë stabilitet të ri për ju. Dhe në vimësi, ky video sjell më shumë stabilitet për ju, qoftë në aspektin e financave, të dashurisë, të familjes, por më tepër ndihet tek aspekti i familjes, sepse ju jeni individ që doni të jeni bashkë me familjen tuaj, me shumë njerëz dhe ndoshta e keni patur pak në mungesë këtë kohë. Dhe për ju dëgjoj shumë mesazhin që duhet të mësoni si të balanconi, për shembull balanca punë-jetë, familje dhe shoqëri. Të gjitha këto duan kohën e vet dhe ju ndoshta tentoni të jeni të obsesuar ndaj vetëm një fushë në një kohë dhe harroni që fushat e tjera ekzistojnë. Ndërkohë që është e rëndësishme ti kemi në balancë. Shiqetari. Për ju ky video do të sjell lëvizje shumë të shpejta, por në momentin që ju thjesht largoni dyshimet dhe e gjeni se ku duhet të fokusoheni. Në momentin që ju e gjeni ku të fokusoheni, është si puna fikse e avionit, ky shembull që ka për të gjithë videon. Pra, fiksi i avionit që në momentin që përcaktohet rruga që duhet të ndjek, avioni ecën shumë shpejt në atë drejtim. Dhe në rregull, ju mund të hasni në një turbulencë rrugës ose jo, edhe mund të mos hasni. Por në momentin që ndodh, thjesht besoni dhe duhet të dini që ju jeni të mbrojtur, ju jeni të sigurt dhe ju do të mbërrini shëndoshë mirë në aty ku ju doni të mbërrini. Dhe ky video të sjell lëvizje shumë të shpejta, komunikime të shpejta, mesazhe të shpejta. Dëgjoj që ju mund të merrni një lloj mesazhi në email, për shembull, që mund të ketë shumë rëndësi, ndoshta për një prej jush aty ishte një mesazh shumë specifik, por që pash atë simbolin e emailit dhe një mesazh shumë specifik që ju e mira është mos ta humbisni, mund të keni shumë emaile, mund të shkoj poshtë, kontrollojini gjatëse kohë emailet tuaja. Një mesazh i një pyetje tuaj, përgjigjja e një pyetje që ju keni bërë, mund ta gjeni në shkrim, në një libër, në një gazetë, në një revistë ose në artikuj të ndryshëm. Pra nëse ju kërkoni një gjë specifike në Google, do t'ju dalë një artikull, diçka e tillë, ky është një mesazh edhe ky specifik. Pra me shiqetarin lidhen shumë gjëra specifike, sepse ju duhet jeni specifik. Duhet jeni specifik për atë që doni, specifik për fokusin që ju duhet të keni, specifik në jetën tuaj, mos të jeni të shpërqendruar, sepse ndjek të ndjesin që ju mund të jeni edhe këtu edhe aty dhe ndoshta s'jeni askund pastaj. Por në momentin që ju thjesht fokusoni të paktën për një periudhë specifike, ju do të shikoni që do të ecni përpara në këtë drejtim. Në lidhje me Pricjapin, kjo hënë e re pra është për ju, kështu që prisni fillime të reja, oportunitete të reja që do të vinë njëra pas tjetrës dhe shumë shpejt. Dhe si një efekt domino, do të bëjnë që ju të, ose më saktë po dëgjoj për ju efektin e fluturës, që është shumë interesant, sepse lidhet me faktin që një ndryshim i vogël, një diçka shumë e vogël, mund të çojë në një oportunitet shumë të madh. Pra, thjesht një takim i vogël mund të çojë në ngritjen e një biznesi, për shembull, një shembull specifik,
apo në krijimin e një marrëdhënie që prapë është diçka e madhe sepse ju ndërthurni një jetë të tuaja së bashku dhe fillon kjo do të çojë deri në martesë, prandaj është diçka shumë e madhe, kështu që ky është mesazhi për ju. Thjesht dëgjoj që mos të jeni shumë të ftohtë dhe të bëni pakës më shumë social, por të mundoheni të shprehni pak emocionet në mënyrën tuaj. Por thjesht të shprehni atë që ju ndjeni, sepse nëse ju nuk e shprehni, ndoshta ju nuk e merrni këtë lloj ose pala tjetër nuk e kupton çfarë ju doni të përcjellni. Edhe unë tani e shikoni që jam duke mezi po gjej fjalët, sepse kjo mund të jetë energjia juaj që shpeshherë ju mezi gjeni fjalët për x gjë, mezi gjeni fjalët për të shprehur ndjenjat dhe emocionet. Dhe është një mesazh që thjesht të qetësoheni, të relaksoheni. Mendoni që keni gjithë kohën e botës. Mendoni që çfarëdo që të thoni, ta thoni me qetësi, kjo ka rëndësi dhe të besoni tek ajo që thoni, sikur një fjalë, por e përzgjedhur, domethënë, duke e menduar mirë dhe kalkuluar, sepse ju mendoni, ju kalkuloni, ju jeni të dëruar dhe ju përpunoni në mendjen tuaj. Dhe më pas keni vështirësi ta shprehni sepse ndoshta edhe nuk gjeni fjalë për atë që ju po mendoni. Do shpeshherë kjo, ka disa ndjesi që nuk shprehen me fjalë, ka disa ngjyra që nuk përshkruhen, ka disa momente që përsëri duhen përjetuar dhe jo të përshkruhen. Kështu që ju keni një dhunti në këtë fakt, në këtë pjesë, por thjesht të përzgjidhni disa fjalë specifike dhe të mundoheni ndoshta edhe me vepra të përcjellni atë që ju doni, apo në mënyrë kreative, apo nëpërmjet një pikture, apo nëpërmjet mimikës suaj. Pra ka shumë mënyra që ju mund të zgjidhni përveç fjalëve që të përcjellni atë që ju doni. Në lidhje me ujorin, për ju dëgjova që ju do të keni një ndriçim së brendshmi dhe ndoshta energjia juaj femërore do të rritet. Nuk ka rëndësi se çfarë gjinie ju keni në këtë jetë. Energjia femërore ndodhet tek secili prej nesh, ne kemi folur, dhe ju mund të keni këtë lloj energjie femërore tek ju që mund të lidhet me një aspekt kreativ. Pra ju në punën tuaj mund të keni të bëni me diçka kreative. Dhe mund të jeni dhe mashkull për këtë, nuk ka asnjë gjë. Për shembull mund të jeni kuzhinier. Dhe aty duhet shumë kreativitet, përveç faktit edhe të ndërthurjes me logjik dhe të gjitha këto, por duhet shumë kreativitet për të bërë një vakt unik dhe që të tjerët të lënë kokën pas tij apo thjesht të jenë si të thuash të habitur dhe ndoshta të mallëngjyer, pra të përcjellni emocione me vaktin tuaj që dikujt tjetër t'i kujtohet vakti i gjyshes. E të tjerë, pa ka shumë mënyra se si ne mund të ndërthurim këtë energjinë femërore dhe të kalojmë dashurinë tonë, emocionet tona në vaktin që gatuajmë, në një ëmbëlsirë specifike. Ka plot mënyra për ta bërë këtë dhe ndoshta të vendosim mënyra si i kombinojmë merzat, e të tjerë se u fokusova shumë këtu. Kush nga ju është kuzhinier? Ose kuzhiniere? Apo mund të jetë diçka që lidhet për shembull me marketingun dhe ju mund të jeni menaxher marketingu. Prap në aspektin femër ose mashkull, por marr pjesën që nuk ka rëndësi gjinia, ju përsëri duhet jeni kreativ. Dhe kjo do të ndihmojë që ju të jeni më tepër kreativ në aspektin jo vetëm në karrierë, por në jetën tuaj në përgjithësi. Të dekoroni dhomën tuaj në mënyrë kreative, të visheni në mënyrë kreative, të stiloheni në mënyrë kreative, ka shumë mënyra. Dhe për peshqit, për ju dëgjova që ëndrat tuaja do të jenë potente. Dhe nga ana tjetër, do të ndjeni më të qetë edhe ju emocionalisht pas kësaj periudhe. Por ka diçka të fshehur këtu, sepse po ndjej shumë, si të thuash, iluzion, ose ju jeni shumë të mbyllur në vetvete dhe nuk mund të lejoni që të tjerë t'ju lexojnë, ose thjesht ju jeni shumë të mbyllur gjatë kësaj periudhe. Por ideja është që duhet jeni më të hapur që të lejoni emocionet të çlirohen. Dhe të lejoni intuitën të jetë më potente dhe ta dëgjoni, sepse ju udhëzoheni nga intuita. Por nëse ju jeni shumë të mbyllur dhe nëse ju operoni shumë tek pjesa e mendjes dhe analitike dhe logjike, ju mund të keni vështirësi pakës për të ecur në jetë, sepse ka individ të ndryshëm. Disa individ janë më tepër analitik dhe logjik dhe kështu operojnë në jetë, janë më mirë në këtë lloj forme. Sado që kanë dhe intuitën dhe sigurisht që funksionon dhe sigurisht që e dëgjojnë,
por operojnë në këtë lloj mënyre më shumë. Është si pjesa që ne jemi femër ose mashkull, nuk ka rëndësi, por jemi më shumë në energjinë femërore apo më shumë në energji mashkullore. Kështu që ju duhet ta kuptoni se në cilën spektër ju operoni, me qëllim që ju të ecni përpara dhe të dilni nga një lloj vendi që ju mendoni se keni ngecur. Në çfarë do të fushë, sepse nuk është se ndjej shumë informacion në lidhje me këtë shenjë. Në përgjithësi, pra kudo që ju ndjeni të ngecur, thjesht të filloni dhe të dëgjoni intuitën, të filloni të dilni nga mendja, të bëni disa ushtrime toksimi, të bëni disa ushtrime frymëmarrje, të meditoni ndoshta, që të mund të dëgjoni intuitën tuaj më shumë. Këto pra ishin mesazhet për secilën prej shenjave. Tani më le të kalojmë tek disa prej ritualeve që unë dëgjova në lidhje me këtë hënë të re. Këto rituale kanë të bëjnë me më tepër se sa me vizualizimin, kanë të bëjnë me këtë aktualizimin pra të vetes sonë. Pra nëse ne kemi punuar ose jo me vizualizimin, nëse jo, mund të vizualizojmë shumë bukur tani dhe të marrim 2-3 hapa të vegjël sot, këtu dhe tani, pra kur ju të doni gjatë kësaj periudhe. 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, por më potente është në ditën e hënës së plot. Hënës së re, nuk e di pse vazhdimisht e ngatroj me hënën e plot. Sepse janë të ndërthuara të dyja shumë në fakt, sepse pas këtij çlirimi emocional, ne vim në këtë fazë që aktualizohemi aty ku ne duam të jemi. Dhe jo më kot janë të ndërlidhura bashkë, sepse nëse ne nuk të çlirojmë të kaluarën, si mund të lëmë pjesë dhe të bëjmë pjesë për gjëra të reja, të bukura dhe eksperienca të reja, njerëz të rinj. Dhe nuk do të thotë kjo që thjesht unë nuk po e shoh këtë individ dhe kjo që ka mbaruar, sepse mund të ekzistojë përsëri një lidhje energjetike mes jush. Gjë që nëse ju keni nevojë, e keni ndjerë, unë mund t'ju suportoj në aspektin energjetik. Të punojmë së bashku që ta çlirojmë edhe në aspektin energjetik të lloj korde që u mban të lidhur me të kaluarën, me njerëz të kaluarës, me situata të kaluarës. Dhe të punojmë që ne të mund të jemi të lirë për të tani më ju nëse keni manifestuar gjithçka që ju doni vjen në momentin që ju largoni të kaluarën. Nëse ju s'keni manifestuar, është koha ideale që ju të filloni nga një fletë e re, e bardhë, që të filloni të manifestoni realitetin tuaj të ri. Dhe ritualet që unë dëgjova specifikisht janë: pra të gëzojeni, të dilni në natyrë, të kaloni kohë me pemët, me bimët, nga ana tjetër të bëni vepra praktike të vogla që juve, pra siç tham, të visheni si personi që doni të jeni, të flisni si ky person. Thjesht ndoshta nëse nuk doni të dilni me ato veshje në fillim, mund thjesht të qëndroni në shtëpi derisa të mësoheni dhe më pas mund të dilni, sepse është shumë herë më e thjeshtë të bëhet ky lloj mësimi gradual, me qëllim që ju të mund të vërtet ta ndjeni që jeni ky person i ri. Nga ana tjetër dëgjova specifikisht që mund të mbillni një bimë të re, një farë të re, që të simbolizoj vizualisht pra për ju që t'ju ndihmoj, që ju ta shikoni që mbollët të farë me synimin tuaj specifik, pra mund t'jetë çfarëdo ky synim. Dhe ju ta uisni çdo ditë të farë, duke menduar që edhe po uisni këtë manifestimin tuaj. Kjo mund t'ju ndihmojë pra në lidhje me vizualizimin, me manifestimin. Dhe kur e shikoni këtë farë dhe bimë që po mbin, ju do ndjeni shumë të lumtur dhe mirënjohës, sepse kjo nënkupton që dhe fara e manifestimit tuaj ka mbierë. Kjo është për disa prej jush që duan ta provojnë sepse mund t'ju ndihmojë. Nga ana tjetër, për ju që punoni me kristalet, është e mira që ju t'i pastroni kristalet në këtë hënë të re, dhe nga ana tjetër t'i karikoni me synimin tuaj specifik për këtë vit, ndoshta për një muaj, ndoshta për gjithë vitin, dhe ta mbani me vete këtë lloj kristali që ju specifik që mund të keni për të gjithë vitin, që t'ju kujtoj për synimin që ju keni. Dhe specifikisht dëgjova që mund të punoni me rodoniten. Ka disa forma të tij, ka disa forma po, edhe ngjyra dhe tipe, por është kristal shumë ideal për të gjithë ju që doni të punoni me të aktualizoni, të largoni dhimbjet e së të kaluarës dhe të fokusoheni tek fillimet e reja. Dhe unë duke lejuar kristalin që të qëndroj këtu përpara jush, edhe kjo gjë mund t'ju ndihmoj, ju mund t'i bëni një foto, dhe ta keni foto nëse ju nuk
keni mundësi që ta merrni kristalin, ta blini apo çfarëdo lloj qoftë arsyeja, dhe do t'ju ndihmoj shumë që të largoni dhimbjet e së të kaluarës. Dhe jo vetëm kaq, por që të jeni të tokëzuar. Dhe të mund t'i, si të thuash, t'i kaloni këto dhimbje, t'i transformoni në rilindjen tuaj. Sepse çdo dhimbje ne na ndihmon që të bëhemi një version i ri vetes. Dhe nëse ne punojmë me të, nëse ne ndjejmë plotësisht, po ta vini re, për shembull, ne fillojmë dhe reagojmë ndryshe. Por kjo varet në varësi të vullnetit të lirë të secilit, pra mund të reagojmë me inat, mund të reagojmë me pikëllim, mund të largohemi, mund të bëhemi një version i ri vetes dhe mund që këtë dhimbje ta katalizojmë dhe ta kalojmë tek një diçka kreative që ne duam të bëjmë. E të tjerë, por ka shumë mënyra se si ne mund të reagojmë ndaj diçkaje. Dhe ideja është që ne të zgjedhim një mënyrë që përshtatet me ne, që ne ndjejmë të arsyeshme. Dhe e mira të mirave, sado që është shumë e vështirë, është që ne të mos ta kthejmë mbrapsht atë që dikush na ka bërë. Sepse kështu ne vazhdojmë një lojë. E keni parasysh atë lojë kur ishim të vegjël, ta mora ta lash, nuk e di si ka qenë një gjë e tillë, që thjesht dikush duhet të ndalonte apo jo, që kjo gjëja të prishej, ky cikël të prishej. Është e njëjta gjë. Në momentin që dikush na lëndon, ne e lëndojmë, ai na lëndon, ne e lëndojmë apo ajo. Dhe në këtë moment, kjo do të jetë një cikël i vazhdueshëm dhe është shumë keq çdo herë që ndodh ky lëndimi. Deri në momentin që dikush thotë stop, sepse boll u lodhëm me këtë pjesë, me këtë lojë, le të luajmë diçka tjetër për shembull. Ose thjesht le të ndalojmë lojën. Kjo është mënyra më e mirë se si mund të afrohemi ndaj një lloj lidhjeje të tillë që ne ta ndalojmë dhe të mos vuaj asnjëra prej palëve. Sepse është e thjeshtë të duam që në moment jemi të acaruar dhe pse unë po vuaj dhe personi tjetër nuk po vuan. Por mos mendoni se shpëtoi paq, jo. Sepse të gjithë ne marrim atë që meritojmë dhe të gjithë ne marrim atë që japim. Kështu që në momentin që ju thjesht i uroni më të mirën, edhe suportoni pak në këtë lloj rrugtimi. S'keni pse të uroni më të keqen për të tjerët, sepse mund t'ju kthehet mbrapa. Ja tregoj edhe një herë rodonite, nëse e ndjeva të arsyeshme. Këto ishin gjithçka që mendova për në lidhje me këtë hënë të re. Shumë faleminderit për të gjithë ju që jeni pjesë e këtij komuniteti, që do thotë shumë për mua. Jam shumë mirënjohëse për gjithë ju që shikoni videot e mia, sepse në fundit po e bëni dhe për veten tuaj. Dhe vërtet dëshiroj shumë që të merrni sikur një gjë të vogël që t'ju ndihmoj. Jam këtu sigurisht për të ndihmuar për çdo gjë që të keni. Mund të më kontaktoni në email dhe shihemi videon tjetër. Mirupafshim.